Ju përshëndes të nderuar teleshikues në këtë stacion të ri, rrëfim kampionësh me një kampion që mbetet i ri, edhe pse kanë kaluar shumë vite në shpatullat e tij dhe në jetën e tij, ai mbetet i freskët, ashtu si sporti, mbetet i fortë, si sportet që ai ushtroi. Është një mjeshtër i merituar i sportit, nderi i sportit shqiptar, fituesi shumë titujve dhe i shumë medaljeve, por mbi gjitha është rekordmeni i peshngritës. 110 rekordet vendosura nga ky njeri i fortë që ja kam sot në studio. Kënaqësi t'ju prezantoj me Bujar Bodinakun. Përshëndetje dhe mirë se erdhe në shtëpinë tënde të dytë. Faleminderit. Cili është emocioni i parë, profesor? Po, emocioni i parë nuk është lehtë flasësh për jetën sportive 50-60 vjeçare. Megjithatë është dhe kënaqësi që na kujtojnë ndonjëherë, na thresin. Patjetër. Kështu që ju falenderoj për ftesën, edhe të vazhdojmë emisionin duke treguar çka kena mundësi nga jeta jonë. Sa kanë filluar emisionet? Emocionet sot do të jenë të shumta për ty. Aq më tepër që kemi kënaqësinë që unë dhe regjizori Artur Mançë sot ta bëjmë këtë emision me shumë dëshirë, sepse sot e mora vesh që edhe ai ish nxënësi juaj, pra regjizori i këtij emisioni që e falenderoj për gjithë punën që bën dhe gjithë stafin në fakt që përgatit të emisioni jap një mirënjohje gjithmonë. Ne kemi përgatitur një profil. Kush është Bujar Bodinaku? Sepse natyrisht që brezat sot ndoshta ju kanë harruar, por të rikthehemi në kohë dhe të sjellim në 3 minuta 50 vite sport që bëri ky njeri i pamposhtur, fitues edhe në gjimnastik, edhe në cirk, por edhe në peshngritje, rekordmen, edhe si sportist, por dhe trajner që shpalli shumë kampion, madje edhe kampionin e botës Piro Dhima. Por mos ta zbulojmë të gjithën, le ta ndjekim profilin e Bujar Bodinaku. Bujar Bodinaku ka lindur më 24 korrik të vitit 1946 dhe konsiderohet sportisti dhe trajneri universal i sportit shqiptar, por që peshngritja mbeti sporti numër 1 në historinë e karrierës së tij mjaft të pasur. Fillimisht në vitet 60-64 ai është aktivizuar me sportet e cirkut dhe akrobacisë, ndërsa më pas deri në vitin 1963 ishte gjimnast, duke fituar dhe titullin mjeshtër sporti. Nga viti 1962 deri në vitin 81, Bodinaku bëhet pjesë e peshngritjes shqiptare duke konkuruar fillimisht me klubin e Tomorit Beratit, ku u shpall 3 herë kampion kombëtar, fitoi 3 Kupa Republika dhe theut 24 rekorde kombëtare. Në vitet 67-68 konkuroi për ngjyrat e Partizanit, duke dalë 2 herë kampion, fitoi 2 Kupa Republike dhe vendosi 18 rekorde kombëtare. Më pas, deri në vitin 1981, ai është protagonist i madh në klubin Bardhë Blu të Tiranës, që aso kohë njihej me emrin 17 Nëntori, ku u shpall disa herë kampion dhe vendosi 110 rekorde kombëtare. Gjithsej Bujar Bodinaku ka fituar 18 titull kampion, 18 Kupa Republike dhe ka vendosur 110 rekorde, pa harruar faktin se ai është fituesi 4 medaljeve të arta në 4 spadakjata kombëtare, konkretisht 59, 69, 74 dhe 79. Po ashtu Bodinaku ka garuar në 10 takime ndërkombëtare miqësore, ku më i rëndësishëm ka qenë ai i Kinës në vitin 66, duke merituar vendet e 3-ta dhe të 4-ta, ndërsa në një takim ballkanik me skuadrën rumune ka ngritur 10 kg më shumë se kampioni i Ballkanit. Në vitet 81-83 ai punoi si trajner i ekipeve zinxhir në klubin sportiv 17 Nëntori. Pas këtij viti ka punuar edhe në klubin sportiv Studenti dhe më pas sërish te 17 Nëntori deri në vitin 87, edhe ku punoi si trajner profesionist, duke arritur të fitonte 7 herë titullin kampion dhe 7 Kupa Republike. Në këtë periudhë ai punoi edhe si trajner në ekipin ton kombëtar. Disa nga sportistët e stërvitur prej tij janë shpallur edhe kampion të mëdhenj, siç është rasti i Piro Dhimës, i cili është shpallur kampion bote dhe olimpik, Adem Toska kampion Ballkani, Ervin Nikola kampion Ballkani dhe në 4 çën Europës, por ka dhe mjaft emra të tjerë të stërvitur prej tij që janë shpallur kampion kombëtar, siç është Miran Akani, Aleko Loli, Përparim Feruni dhe Fatmir Hushi. Për arritje dhe kontribute të tilla, Bujar Bodinaku është lauruar dhe dekoruar me diploma, titull dhe urdhra të ndryshëm, duke merituar kësaj edhe titull sportiv dhe jo vetëm, si mjeshtër sporti, mjeshtër i merituar sporti, nderi i sportit shqiptar, nderi i Tiranës, krenaria e sportit shqiptar, medalja Naim Frashi, medalja e Flamurit e tjerë. Ftesa për në emisionin Rrëfim Kampionësh është respekt jo vetëm për individin Bujar Bodinaku, por për gjithë familjen e madhe të peshngritjes shqiptare. Edhe unë tani se besoj që e kam bërë unë. Shumë bukur ka dalë. Është një jetë e madhe, një jetë e gjatë, me shumë kontribute, profesor. Është pak në 3 minuta të cilë jetën tënde, por të pashë u emocionove, prandaj. U emocionove se
të regoja gjithë me jetën time, sakrificat e rinis, që të mesh me sport, do të sakrifikosh nga jeta. E vërtet. Dhe më të sakrifikosh gjithë rinin. Që të kapish titujt e lartë, si kampion Balkani, kampion Europe, ose nën kampion, do të pak në të sakrifikosh 10 vjetë nga jeta jote. Kështu që gjithë të sportista që kanë kap këto tituj, më kanë sakrifiku nga jeta, edhe duhet vlerësu. Të gjithë duhet vlerësu si sportista. Ju meritoni shumë respekt, profesor, dhe natyrisht ky emision Rrëfim Kampion është të qëllim ka të promovoj vlerat tuaja, karierën tuaja, arritjet tuaja, por mbi gjitha të shkund plurin e arresës, që ju të mbeteni gjithmonë burim, frymëzimi për brezat, mos të harroni pra, të kujtohet dhe të respektohet ajo që keni arritur me kaq sakrifica në jetën tuaj. Edhe unë ju falenderoj për këtë punë, që rikujtoni sportistat e vjetër, si mund të qujmë, po që kanë dhënë gjithë jetën e vetë, kontributën e vetë, për të arritur titujt, për të nderuar vendin e vetë edhe vetën e vetë. Sot do të ketë shumë surpriza për ty. Faleminderit. Fillojmë pa humbur kohë se kemi shumë gjëra, por unë dua ta filloj me fëmirin tënde, një fëmijë aq i bukur, aq simpatik që kishte qenë, ja, regjia shumë e kujdesshme, më ndihmon direkt. Mu duk, po thash fillimisht mos është vajza. Po jo. Një fëmijë kaq simpatik, ja, edhe pak më i rritur. Si ka qenë kjo fëmijëria jote? Jam kurios. Në fakt, ne kemi qenë një familje madhe. Kemi qenë 7.000. Unë kam qenë 6. Mi që i vogël, kam pas premisa për të bërë diçka të veçantë. Edhe një nga motat e mia ishte shumë e dhonë mas artit e sportit e këtyre. Edhe filloj me më aktivizu me këto shtëpiat e kulturës. Në Tiranë ka qenë një shtëpi kulture që u merrte me artin, edhe me këto rrethet e sportive, te bulevardi në Tiranë, ku ka qenë muzeumi i luftës. Atje më regjistroj me një grup teatrajt, ato ishin fillim. Më kujtohet mirë, ishte një regjizor, Miqo Kallamata, ishte një nga regjizorët e parë. Edhe më aktivizoj si aktor në një pjesë feminie, nuk e di si ishte një rol që një familje hyte në kooperativë bëjqësore, po të regohet edhe gëzimin e fëmijëve që po hyjnë në kooperativë bëjqësore. Unë isha një nga të fëmijë. Pra ka nisur nga arti? Nga arti. Kemi dhe një foto familjare që mund të shpjegojmë, po? Pas kësaj, pastaj filloi arti i akrobacisë. Fillon këto grupet amatore, grupet e pionerëve, rrethet e pionerëve, që ishin këto, e fillova të aktivizohen me akrobacinë. Edhe më mend, kjo është një foto me fëmijë. Po kemi dhe një foto të prindërve të profesorit, është një foto shumë e bukur, e ka hershme. Po, një foto me gjithë fëmijët prindërit e mi. Kështu që filloi ajo jeta e fëmijërisë në pa vetdien në rrugën e artit. Në rrugë, kjo është foto shumë e bukur. Këtë dy prindit, vllai motrat, vlezërit, unë jam ai i vogël atje, ai bjendi aty. Ti je këtu, ha? Po. Shumë interesante. Sa fëmijë keni qenë? 7. 7 fëmijë, mashallah. Po atëherë, s'kishte qef tjetër, bo fëmijë. Jo, ishte... Ishte kënaqësia, ishin familje të mëdha, ishte edhe pasuri, kishin edhe kushte për t'i madhi për të rritë, kështu që imi rritë mirë, me gjitha mundësit. Kjo është familja Budinaku. Prindit e tu, profesor? Baba ka qenë kasab. Kurse nëna ka qenë shtëpiake, që të prizish 7.000 nëna 7.000 do të thonë nëna heroin. Ndryshe, ka qenë përpara nëna heroina që bëni shumë fëmijë. Kanë qenë tamam heroin. Shumë bukur, shumë bukur. Okej, pastaj pasioni... Pastaj filloj me akrobacinë. Qynë moshën 18 vjeç i vogël. Edhe çfaqjen e parë, majmen, e kam dhënë në spital, bote një Facebook se në nëndorin, edhe kemi dhënë cipër tavolinave. U bë një skenë e provizume, u afron tavolinat, cipër tavolinave, kam dhënë një numër 2 akrobatike, me ish zbutësin e cirkut të Tajir Bëqovën. Sa bukur. Tajir Bëqovën e majmë gjithë më Arushën. Arusha atere s'kishte fillu me kafsh, ishte ai pasioni i akrobacisë. Edhe nuk e harroj, kur kam dalë në podium ose në
në atë skenën e improvizume, më kam thut me një valigje fizomonike. Edhe kur dilte me gjithë këte me vete, edhe pastaj njëri si ku të kishkoshe në atë mosh, më valigje më futëshin. Në valigje futëshin ti? Po, e ti? thonë, që ke kjo valigje, e hapëshin valigje, di që unë e fillosh anumin akrobatik. Ku ka fillu jetë artistike? Më kam thënë që ti ke guxuar i pari për bicikletën, a jam i sakt? Po, i sakt. Kam dëgjuar të pak. Me biciklet, me biciklet, ka qenë perioda mas specializimit kinës, atje fillun këto, me bicikleta me rrotë. Mi pa të me 2 rrota e kishim problem se s'ka pas bicikleta, ne me qim bicikleta me qera, me mësu bicikletën. Kështu që kërët nga kina 1961, bëm një qfaqje akrobatike dhe bëm dhe qfaqjen e parë cirkut, aty kam artistat në periodës si me kam pas i gjotë mirë që ka qenë gjithashmër. Nuk u meshim vetëm me një profil, po meshim me disa disiplina akrobatike, me bicikleta, me dyshe, me ushtrime forte, me ushtrime ajri, me ushtrime dinamike. Edhe unë isha një nga ato, Teqja. Ishte Teqja para që shkum për specializim kinë. Edhe isha me i vogli. Edhe kërë mbledhe i komisioni që vide nga ministria me pa qfaqjen, pa dhe mua aty, dhe më po këte pëse nuk e futni. Unë sa pa të maru klasën e 5, më dhe ishe 3-14 vjeqë. Edhe u futa, duke u futur rrugën e specializimit, mëra degën e akrobacisë me i fjallë. Kurse ka dhe pasi u ktheva, fillova u morë me gjimnastike. Tu ke qenë në kinë, mos gabova, ma? Shumë e bukur kjo. Kjo është një Kjo specializohet, ja dhe këtu, nga cirku, Kjo është e cirkut. E bukur. Ky është ushtrimi që më ka qumë atë e për atë më kinë. Këte i pëlqeva i komisioni, edhe që ka me për ne përnoshim atë pa sistem brëjtja, pa u lidhë, pa lëngja, pa kështu. Si ka mundësi, ku e gjenit guximin? Ishte vetëm ai pasioni për akrobacinë. Bilim kujtot ne i shkoqim bëjshmë servitje, për më mbrejt nësë më vra, të kombinati dronit Mistomame, ato hudhëshim beteruinat e drurit, talashin si i quim, edhe ne shkoqim, shtroshim, veshim i qyllim aty, edhe filloshim bëjshmë servitje. Ka qëlluar një të biesh nga... Pa tjetër, po unë mbroshim aty, se ajo në amërtizote. E kuptoj. Mase me kalim në kohës, në dhe një palestër, diku këtu aty ke përnishtja qumshit, ke kalaja aty ke top tant, aty filloj aktiviteti më seriozi që më i organizu. Bukur. Unë jam përpjek të gjej personazhe që të sillin surpriza sot, duke u lidhur me sportin dhe ngjarjet e jetës tënde. Njëri prej tyre është Bujar Kabexhiu, nderi i kombit, që unë dua ta falenderoj, i cili u tregua shumë i gatshëm, i disponueshëm, madje e bëri me shumë dëshirë intervistën për ty, sepse kishi shumë gjëra të përbashkëta. Dhe madje unë kam parë dhe një foto tëndën me Bujarin shumë bukur, si 2 aktorë, si 2 artistë. Atëherë le ta ndjekim çfarë thotë nderi i kombit, mjeshtri i madh Bujar Kabexhiu, një figurë shumë planshe, jo vetëm e artit, por në shumë dimensione, dhe të kthehemi në studio të flasim pak për këtë moment. Bujar Bodinaku është i veçantë, një miku im i kahershëm, të cilin e kemi vlerësuar gjithmonë, e kemi dorëtorkitur për vlerat e tij, jo vetëm si artist në cirkun e Tiranës, por dhe si sportist, si peshngritës në këtë sport të vështirë, por shumë të suksesshëm për Bujarin, me sa di unë, ndoshta nuk i më mend mirë, po është rreth 16 herë kampion kombëtar. Kjo është një vlerë. Unë kam patur fatin që kam qenë regjizor në estradën e Tiranës dhe në cirkun e Tiranës, dhe kam vënë disa spektakle, dhe kam punuar me Bujarin pra në skenë, si artist, një akrobat i përkryer, një akrobat i cili thonim ne në plastikat e ti, në forcën e ti, në ushtrimet e ti akrobatike, si në tokë dhe në ajër, ai arrite gjërat e jashtëzakonshme dhe sidomos vlerat e ti shumë të mëdha arriti për herë të parë mbasi eksperiencën në Republikën e Kinës si akrobat me bicikletë. Vlera të veçanta që spektatori entuziazmohej dhe çohej gjithin këmbë dhe dorëtorkiste vlerat e ti si artist. Por njëkohësisht ai është mësuar me dorëtorkitjet e spektatorëve edhe në pedanën e peshngritjes, sepse ka arritur gjithmonë rezultate të larta. Pra,
arti dhe sporti tek Bujar Bodinaku ishin të dyja bashkë, ndihmonin njëra tjetrën për të dhënë rezultate sa më të mira, sa në skelë, sa dhe në pedanën e peshkritës. Prandaj është një figurë e shquar, e veçantë dhe tepër origjinale në këto dy drejtime. Unë e vlerësoj dhe i uroj ati sukseset të tjera dhe në vazhdimësi, sepse ai tani mund mos bëj ushtrimet e tij klasike, por ai me forcën që ka, me trupin që ka, mund të jetë ashtu siç quhet në cirk, një bazament i mirë në të cilën të tjerët mbi trupin e tij mund bëjnë numra të jashtëzakonshëm akrobacie. Edhe kur ta thot Bujar ka dëgjuar këtë, është vërtet vlerësi. Ka qenë simpatizant i cirkut, po edhe i sportit. Ka qenë një nga tipozat e mi personal, se kam pas shumë tipoze kështu, njerëz titular, njerëz duke filluar qyje kujtim Spajvogli, Hysén Akani, Todi Janko, kanë qenë gjithë tipozat e mi personal në atë periudhë. Po kishim dhe lidhje, po kjo është një foto që kemi dalë në kampin e Dajtit. Në Bujarin? Kampin e pionerëve të Dajtit. A është Bujari? Bujari është. Nuk kemi gabuar me fjalë. Po, Bujari, nuk i gabuar. Se kujtohet ai filmi 2 herë mat. Këtu ka qenë me flokë Bujari, që miri. Mi kishim atë, rrishim, ishim miq, flitshim për artin, për Bujari, sidomos për artin dramatike, për artin e teatrit. Unë po simpatizant i gjithë për arteve, i cirkut, i teatrit e këtu. Edhe kjo në lidhi pastaj me kalimin e kohës, Bujari e regjizor, edhe në aktivizote në për pantomima, të ndryshme, bile me një numër shumë të bukur, ishte një pantomim që pasaniket ato të kohës, në kohën e shtërimit, 24-ën, do largoheshin nga veni, edhe ishin të vesh, mirë për Bujari të shi për me dhonë morë më veshi si femën. Edhe kishe e rrë me Mihal Popin. Mihal Popi ishte bërgjezi, unë ishe gruja. Mirë për të shi me në një gru akrobate, me fëston që unë i bosha numra nga akrobacia, po unë rejtë salla më kom. Mihal një modë, unë turbogël. E pëlqen shumë. Edhe Bujari kishte fantazit i jashtëzakonshme për kërë gjonash. Edhe i zgjidhte, edhe e shifte që ne i plotësoheshim elementet e akrobacisë dhe shkatësisë me diçka tjetër, mi për ka pas shumë sukses si skeq. Përveç se ka pas dhe shumë pantomima tjera me Sene Sallakun e me këto që i ne i ka vu Bujar Kabezgjiu. Flasim pak dhe për gjimnastikën, sepse kemi shumë gjëra për të thënë dhe kemi pak kohë, kemi vetëm një orë kohë. Në gjimnastik, u lidha, ekipi gjimnastikës ishte në një aktivitet kampionat 62-shin, po u dojshin pa tjetë që të kompletote ekipi, u dojshin 6 vetë. Këto ishin 5. Mi për të ashtë 100 gjemë, mirë që du të boti 6, po du të kapte edhe normat e gjimnastikës. Se kujti kështë shku menja edhe më thritën, shkoj aty. Në atë kohë, unë nuk i njifsha, po aty u njofta me Bujarin, ishte një nga gjimnastët më të mirë të kohës. Profesori nderuar, Profesori nderuar edhe gjimnasti nderuar. Përshëndes, sepse është një personalitet, e kam patur dhe pedagog. E kam patur pedagog në shkollë. Nëpërmjet njofte gjimnastikës dhe me shumë të tjerë. U futa dhe unë shumë shpejt për i mu i kapa të ushtrimet edhe zumë vend në parë si ekip. Po më bukura u mora veç që Bujari kishte morë pjesë dhe një aktivitet për shngritje. Një takim kësha në 56, në 57, një ekip rusë studentësh, edhe këshim bërë një aktivitet me studentët tonë të palestër e stadiumit Qemerstafa. Më tha mund t'i edhe gjimnaz dhe mesh me shtangë, mesh me cirkë, edhe unë kom bërë peshngritje. Ishte periuda që i sportistat të meshin me shumë disiplina, me gjimnastik, me shtangë, me munje, edhe unë kam qenë një nga ato. Kështu ishte periuda e gjimnastikës, po me gjimnastik nuk u mora shumë vjetë, një 2 vjetë, pastaj më të rojë që i sporti i peshngritjes. Kalëm tek peshngritja, sporti që të bëri emrin më të madh në histori, 16 titull kampion është rekord. 110 rekorde kombëtare. Në peshngritje, me që isha simpatizant, herën e parë jam lidhë, më duket në vitet 60, u bëti një aktivitet në stadiumin Qemerstafa, u më lidhë njerëzit më të fortë dhe bëshin gara kush ngrejtë më shumë me i dorë. Sa atër nuk ishte shtanga, s'kishte kështu.
edhe organizohet e këte lloj aktiviteti Luj Shala, ka qenë një nga mësuesit e fiskulturës të parët. Pas saj, masaj filloi aktiviteti, mas 61-shin, edhe këto të 7 mandorit kishin një palestër të anekset e stadiumit që Mustafa. Me që me akrobaci dhe 2 nga pjestarët e cirkut ishin kampion shtange, si Telata Golli dhe Beram Kurdi, edhe me që mas i maroshim këto stërvitin e fillojmë stërvitin e të numrave akrobatik, shkoshe duke i pa. Këto spostun të shkolla Sami Frashi, ka qenë një magazin aty që bë palestë shtange. Edhe shkoshim, shifshim stërvitin e këtyre, pas taj fillojmë stërvitin e tonë, se kishte një tapet munje, ne bëshim edhe akrobacia. Trupi bukur ke qenë. Shi qa trupi, qa konstrukti ke patur, Fantastik. Po ishim edhe tri edhe duke mërë më spar që fëmije edhe kryot ajo fiziku i mirë, zhvillohet. Kështu që shumë ka lidhë me shtangën. Aty ishte një trajner, një Ramadan Martina, ishte një trajner, një Boris Qut. Ka qenë dhe trajner mundje më zgjabon? Edhe trajner mundje, se u meshë me shumë sporte, edhe ishte edhe kampion për ngritje, edhe ishte para kampionatit. Ju bëte një kampionat në 63-shin, mos nga bëjnë Berat. Edhe erdhe me pa, më i thësh, profesor, sa kile e në aty më? A më tha mulle, a më sa kile e në, më tha, je i zotin ngreje. Mi po kishte atë manin me i zbut, më tha, më 50 kile e. Edhe shkova e kapa e qova shumë let. Tha, shtoj 10 kile i thati, shtoj 10 kile, putën 2, unë prape kapa e qova. Shtoj 10 tjera e kapa e qova. E di shke, tha, hajde për stërvitje, tha, këtu, tha, i tha të Lati, ta morim këtë djalin, pa më tha të Lati me kibria, fillova dhe unë. Ajo, unë nuk e di se sa kile isha aty, pa i duke ishtu kështë buj 100 kile aty. 100 kile që për një stërvit që me, edhe më shpikon pas disa rota, kështu katët të vagonave, të trenit, ako di unë që a ishe në stërvit që më dhe paka shumë. Mi po teknikisht kam qeni që kështu inteligent, i kapse gjonat, me nësa si mund të aqoj me pak shpenzime forse. Edhe duke që kështu futa, mas 3 mujve, më thënë një do vishëm kampionat në Berat. Pa mi me thëmë pesh unë aty, kërëm qenja 65 kile, edhe ishte kampion këj i cirkut, një pjestar i cirkut, që ka qenë dhe pedagogë im në cirk, një Beram Kurdi. Më futa unë gara, atë Beramin e hypër një pesh më nëllë, më futa më pesh të letë, pesh 67 kile. Unë nuk i kishe i denë asë qo rekordi, asë qo shkampioni. E me u bo aktiviteti, në një kinama aty në Berat, në qenë dhe Beratit dhe aktiviteti, edhe në thëmë do mërsh pjesë gare, si bënë, ke 3 prova në stile forcës, 3 këtu, ato stilet i dishon, futa unë, bëna i provë, e kalova, e prova 2, më tha i sa të të ashtoj, ku di unë i thë shto sa të dush, se se kisha fare një orinë, të kështem 5 kile, mi me të shtoj 5 kile, a i 5 kile që shtova ishte 2 kile gjysë më shumë se sa rekordi. E kava unë e qova shumë mirë, e pa që u salam kom, se edhe spikeri, para provësime, tha që të që i thosh, sportisti i ri, më duket se ka qenë dhe Ismet Ballova, komentator. Komentator, po. Ismeti ishte... Ismeti po fliste kështu me një pasion të veçantë, ne mushkët e fort, ne pa përndo, të të rekordin komtare, e usheu publikun, ta që që atot këmë rekordit komtare, mi kure që avë unë që publikun kom gjithë, unë nuk e më shërveshte pse u qunë të që nga bofa ki. Kure ulla, shtangën, mu hudhën gjithë në qafë, ke thyrë rekordit komtare. Ma se pëtë për që që rekordit komtare, më dhe më taj që ka rekordit komtare, o një peshi se ka që asë njeri, i pariti. Dolla kampion, thyva 4 rekorde komtare, qina atë gare, e që atë ko bajshdoj periuda e peshngritjes. Filloj më organizume, mi për më kujtojt atere se edhe kur bëshim stërvitje, është për të qëdit ne mashe një varre. Varre një katë që kishat të mëdhej. Se e uqim shtangën, shtangat ishin shtangat prodhume më Shqipëri, këmzina e më verë, ato u shtërmnoshin, ne i bishim varre, e dretote, e fëshim prap provë. Kur i trego këto jenë gjonat qudit, kur ti një gjenë këto shtangistat që i kanë gjithë kushtët,
Me thonë drejtën e kriju kushtet mira, shumë të shikë. Natyrisht. Koha e sportista profesionist, kur ne kemi qenë komplet amator. Profesor, Vetëm pasioni ka qenë i mollë. Ne kemi video mesazhe sot nga disa personazhe. Faruk Kalleshi, Neri Kombit është njëri prej tyre, bashkosi yti, i cili absolutisht vlerëson në mënyrë të jashtëzakonshme gjithë karrierën tënde dhe gjithë arritjet e tua. Do ta ndjekim çfarë thot një kampion për një kampion, një rekordmen për një rekordmen. Flasish për Bujar Budinakun është emocionuese, sepse është një prej ikonave të peshqitjes shqiptare, me një karrierë të gjatë, rezultate jashtëzakonisht larta, veçanërisht është moderatori kryesor i teknikës lartë peshqitjes, që edhe sot prej Bujar Budinakut ne fituam shumë. Personalisht unë e shumë shokët mi, sepse ai thithi me i herë teknikën e re moderne që na nuk e njihshim fare. Të flasish për të duhet të thellohesh mirë, sepse ka karrierë të gjatë sportive, po është edhe si person e figurë e lartë, edhe morale. Ai me kundërshtarin e vet hiq tek kpucët e veta dhe ja jep te kundërshtarit me bangarën. Pra atë e bëte vetëm Bujar Budinaku. Për atë nuk ka fjalë thuhet ç'a mund të thush, por ai është edhe zbulues i më të madhit sportist peshqërisë botror pirodhimesh. Kështu që unë për Bujar Budinakun i vlerësoj vlerësime maksimale, të them që ai është njëshi i peshqërisë shqiptare. Fantastik, në intervistën e tij, Faruk Kalleshi 3 gjëra më bën përshtypje. E para e teknikës, që solli teknikën e re, e dyta hiqte kpucët e veta për t'ia dhënë kundërshtarit. Kjo është e vërtetë, të dy janë të vërteta këto. Dhe zbulimi i pirodhimës. Në fakt, në një garë, në Pallat në Sportit, ka qenë Spartakjada e dytë kombëtare, kisha kundërshtarin nga gjithë ekipet, nga Dinamo, nga Shkodra, nga Partizani. Ishte edhe një kundërshtar nga Dinamo, një Maksim Ravi. Ati ju qanë kpucët gjatë garës, edhe pretendonte me thy një rekord. Po botën peshën time. Edhe nuk ka kpucë, s'ka kpucë, unë në gjoha, i thësh, në me kpucët e mija, hoqja kpucët e vështë. U futa i, e thyu rekordin. Edhe s'po vite, i thësh, hajde me këtu, se s'po ta leon të këtë rekord. Ja mora kpucët prapë, i shtova 10 kile, e thyve rekordin. Mi po edhe më kujtot që edhe gazeta e shtypit e Kos foli për këtë sjellje të bukur sportive midis. Unë nuk kam pas ambicje, kam pas ambicje personale. Kisha dëshirë që mos të më kalodhe njëri. Po nuk kam pas ego, pse ky po thyre rekord. Ishte ambicia për qenë më i mirë, po jo pse është tjetër më i mirë. Përsa i përket teknikës, që përmeni Faruk Kalleshi, unë që kër i kom fillu shtangën, edhe kom lexu shumë. Mesha dhe më thonë, kisha fatin që kisha i profesor që dite 6-7 gjumë shkollë, mesha literatur, nga rusishtja nga këto, ja ifsha i përkthejt e me qepë modha i, e mi thote. Edhe unë i vesha mjetë, mi për kjo më ka dhonë dhe rezultate. Këto tjetë përsen duke patë, duke imitu, kur kom pas shkop me këto edhe e kom demonstru. Kështë që këta janë ato që të Farukën, unë me Farukën kom kalu një jetë gjatë sportive. Profesor, ti ke qenë me Tomorin në peshqitje, ke qenë me Partizanin, kampion 2 herë, edhe 2 herë fitues i kupës, ke qenë edhe pastaj me 17 tentorin. 17 tentorin më gjatë, po. Arrite kulme, me fjalë shumë tituj, kampion, shumë rekorde, pra ky ka qenë rrugtimi yt me peshqëngritjen. Ke një moment që kërkon ta veçosh sot? Në periudhën e ushtërisë, një vit unë e kam bërë Berat, edhe atje në Berat kam marrë pjesë edhe me ekipin e Beratit. Po, me Tomorin, po. Ka qenë vit që u bëshin 2 kampionate mrena vitit, më dhënë qeshor, u kapshin 2 kampionate. Po ati kam dhe fatin e mos e nejta dhe i trup qirgu, me stradën e Beratit, ishte fut në kampionati akrobacisë në sportin shqiptar, nërta dhe i grup akrobatës shmija aty në Berat, edhe fitum qëmim në parë, dulem kampion edhe në rrethin e akrobacisë. I bëje paralel, pra i bëje paralel, i fsha dhe qfaqje me stradën, me akrobat, me elementin e rritë Beratit. Edhe me peshngritjen, se ishtë trajneri, ishte ushtar atëherë, dhe i ishte me klubin e Partizanit, unë kisha dhe ekipin e Beratit. Edhe ekip e Beratit ka pas shtangistat mirë. Më kujtojt, kënë qenë periodën ti me 2 vëllezrit, me mbjemin Oqa, një Vasil Oqa dhe një, aji, së më kujtojt e mi, kurse kuj vogli, kuj Vasili,
ka pas punote mirë teknikisht në stilin e shputjes, edhe ka pas rezultatet mira. Ka pretendu me thyrë dhe rekorde europiane. Më vjen keq që nuk përmendet. Vasil Hoxha? Sportistat të rrupë, Vasil Hoxha, një nga sportistat shtangistët më të mirë të Beradit. Edhe në atë kohë unë kam punu me këto, aji duke më pa dhe teknikën time, kishtë të dhonat mira, edhe njëri i vullnetshëm, edhe heci shumë. Pas saj periuda, pas taj mori klubi Partizani, me urët Petrit Dumës, që pa të dalë një urët që Tiranë, që të mos të majnë Tiranë, mi po, kështë dhënë në urët Petrit Dumës, që janë sportistat mirë me një klub, erdhe dhe unë klubin Partizani. Në atë kohë, gjeta Faruk Kaleshin dhe Asim Belinovan aty, u bomi treshe simpatike që thyshim rekorde gjdo garë. Edhe bile kajere stimuloshim, që shkoshim në federat, kryoshim vetë garë, tyshim në rekord me që në i lekse u shpërblishën atë. Interesant, ka qenë me shpërblim atë? Po, ka qenë me shpërblime dhe shpërblimi për rrugat që kanë qenë nuk ka qenë i vogël. Ishte 3.000 lek rekordi. E kuptoj. Pastaj e panë që ne pathyshim rekorde... 3.000 lek rekordi, ishe gjysa rrogës atërë, 6.000 lek ishe rrogës, 6.000, 7.000, 5.000. 12.000 lek, jem 2-3 muj, ushtari ishim. E panë që ishin shpenzimet në dhe se kush doli me iniciativë, jo nga neshtë të ngjishtë. Si ishte atere, koha që shikohet që kanë morë iniciativë për të hekim rekordet. Na e hoqën, na e morëm qafë, në faktë se na e hoqën ato legët, ishin të këndshme ato, sidomos për periudhën e ushtrisë së rinisë. Kjo ka qenë periudha e klubit Partizani. Po të klubi Tirana, flasim pak për Tiranën, sepse pastaj do dalim edhe si tiranerë, se kemi disa surpriza tjera për ty sot. Gjithë aktivitetin sportiv, unë e kam ke ekipi... Shtatë mendorja sa kohë. Deri në, po thuj deri nga 81, deri sa kam lënë sportin. Ku kam lënë sportin, përse kam kalu ke studenti. Po ke ekipi shtatë mendorit, ke gjithë aktivitetet, në ke kampionate dhe këto, po unë bësha 2 role, po thuj. Pa më si se ishte sportist, po një moshë edhe trajnerat. Se trajnerat atëre ka qenë me suport politik. Ishte o sekretar partije, o kretar bëshim personale, nuk me ishin fare, veç ka sporti. Vishin, ishin shumë disiplinu, vishin morar, ishin morar, po ka nga arkesat sportive, nga këto ishin njerëz të mirë, me 8 veçare, bile nga jere sportistat, shumë këtot mire në kani, rrite ka rrite, dhe më thote shikose, vetëm ne kina trejnjer, këshimi trejnjer që ishim me 8 veçare, as 8 se kishë marru. I vetëmi njëri më botë më thote se ka pas humorë dhe Mirjani, që e kina me shkollë fillore, po, jo, me shkollë lartë me basë fillore. Ishte njëri me fillore, po me diploma ku di. Me shkollë partije, me këshu. Edhe boshim 2 role, edhe lusha edhe rolin e trajnerit, për edhe sportistat. Edhe kemi qenë një grup shumë simpatik. Pastaj erdhën dhe këto trit. Këto si e Mira Kani, ta sportistat mirë, ka pas shumë, kanë qenë një Shevqet Pasmaqiu, Vasil Hoxha, kampion ke shtatë mendori. Interesim shumë i madh ka qenë Pallat Sporti Gulgaronit. Kur boshin gara dhe Pallat Sporti, mu ishte aktivitet, si me qenë aktiviteti ndërkombëtar që u bote për basketbolin, volejbolin, u mu ishte për zhjirtin. Se kishte rezultate, kur ke rezultate, kur ke nivele, edhe në futbol, në qofë se s'ka nivel nuk shoh një stadium, kur ka nivel cilësor sporti, mu ishte në aktivitet. Ne ishim për zhjirtin të radhë, ishin që u mushim Pallati Sporti. Profesor, ti ke edhe një merit, sepse zbulove shumë kampion. Njëri për cilve është kampioni i madh i botës, kampion olimpik, aktualisht është president i Federatës Mesdhetare të Peshngritjes, që dikur garonte për Shqipërinë, Piro Dhima, tashmë është në Greqi dhe është drejtues atje. Ne kemi gjetur nga arkivi një kronik, kur ai dilte kampion Ballkani, para viteve 90, diku këtu, nga fundi i këtyre viteve, para se tikte jashtë Shqipërisë. Le ta ndjekim, të marrim emocionin edhe të komentatori Vladimir Gyllo dhe pastaj të flasim pak, sepse do të kemi edhe një surprizë nga Piro Dhima për profesorin e tij që ai e konsideron dhe si prind. Por le të përjetojmë pak emocionet e një inserti që lidhet me Piro Dhimën, pra të na rikthej pak në kohë kur ishte i ri Piro Dhima dhe zbuloi ky burri që është. Profesor Bujar Budinaku nuk ishte vetëm profesor, ishte edhe prind, edhe babë, edhe shok. Ishte një njeri që më mori në sport, më gjeti
jashtë shkollës Labinotit, duke vjedhur kumbull në një shtëpi afër shkollës. Edhe nuk e di çfarë pa kjo unë në atë moment, po më pa në rrugë edhe më tha do të bësh sport, edhe unë kujtova se ishte nga shtëpia, ti po vit sa kumbullat. Edhe i thash po thuaj, i thash më hiku shpirti. Nga i moment që profesor Bujar Bodinaku më mori në sport, mori në peshngritje, nuk dalova kur peshngritjen, nga 7 vjetë e gjysmë deri në 33 që mbarova që hoqja këpucët në Athinë, në Olimpiadën e Athinës. Po Bujari ishte ai që, profesor Bujari ishte ai që më futi në sport, më bëri që ta dashuroj sportin. Ka marrë malli gjithmonë për Bujarin, na ka marrë malli, kam pa taku 2 vjet, po flasim shpesh, profesor ti jesh mirë. Kam zemër. Faleminderit. Ishte video mesazhi ky, por do të kemi edhe një garë, është një garë pra e Pyrodhimës, që ka dalë kampion Ballkani dhe flasim pak edhe për Pyron dhe falenderoj që u dërgua shumë i gatshëm, por sa unë telefonova, madje ishte në një udhtim duke ardhur me avion, sapo ka zbritur, është futur në palestër dhe ka bërë direkt video mesazhi. Ta ndjekim dhe garën edhe flasim pak për këtë marrëdhënie të profesorit Bodinaku dhe kampionit madh Pyrodhima. Prova e dytë për peshkrecin tonë Pyrodhima, në stilin e shtytjes, pesha e shtangës 192.5 kg. Pyrodhima duhet trokitet nga sportdarsit, e ngre peshën 192.5 kg. Ceremonia e dhënies medaljeve fituesve të peshës 82.5 kg. Pyrodhima i Shqipërisë 3 medalje të arta në stilin e shkëputjes, të shtytjes dhe në 2 garësh. Emocione pas kaq vitesh para rikthyem garën e Pyrodhimës, profesor. Si u ndjeve? Emocione po seri që Pyrodhim të dilte nga garë, se këto sportistët që unë i kam kaluar nëpër dur, kur ishin mi, mu më dukte sikur po bësha garë vetë. Ka që emocionu isha. Pyro në kam marrë fëmijë të vogël fare, ka qenë 9 vjeç, 10 vjeç, klas 3-4. Bile kam pas shumë probleme me teatrin, se jati nuk kishte dëshirë. Që ato parimet e vetë, ajo për të botë dëmë shtangra, ajo ngarkesa, më të deformo fëmijën e ma që, po me kalim në kohës, kur bë Pyro dikushi, aje në shohi këtë opinion. Edhe më falenderote. Ja, regjia në ndihmon edhe me foto, që ke dalë, jeni natyrisht jeni këto vite, edhe me Adit Toska, një djalë i shkëlqyer. Edhe kampion Ballkani ka qenë. Edhe ai kampion Ballkani. E falenderoj Adin. Edhe ky kampion Ballkani, njeri i talentuar, njeri i mirë, kanë qenë djemë të mirë. Djalë i shkëlqyer dhe ai. Të djemë, po unë shkosha në përshkolla, sigur isha prindi atyre, tu interesu si jenë me mësime, si jenë me mësime. E tha e prind. Pitosha dhe zemrat e prindve. Ishte kohë e bukur, kohë që i kemi kry me pasion, me dëshirë, mi po jam i knaq se djeshta nuk më ka shkuj kot. Absolutisht. Dej në kohën që Pyro ishte 90 këtu, kishim falenderime. Kur iku bore me Greqi, mos e fillon në shashin nga i qikë, si edhe në karakter politik. Në fakt, sporti bëhet në gjithë botën. Sportisti shetë në botë aftësitë e tij. Nuk shetë asë atë dheun, asë karakterin, asë... Mi po këne, si këne. Qartë. Po të që ka nëshu kjo opinion, të që është më nëryshe. Përmendëm Adi Toskën, Adem Toskën, e përmendëm që parë dhe e pamë dhe në foto. Edhe Adi Toska, ju këtë djemë të mirë, djallë me karakter, njëri me pasion, njëri dashur, njëri që ka dhënë sportit. Po çfarë thot Adi për ty? Një djalë i shkëlqyer, një mësues profesor sot i edukimit fizik që unë dua ta falenderoj dhe një bashkëpunues i shkëlqyer nga më korrekte që kam patur nëpër emisionet Rrafim Kampionesh. Faleminderit Adi, të dëgjojmë çfarë ka thënë për profesorin e tij Bujar Bodinaku. Në fakt më duket i çik si
mund të them tamam si një ëndër që ka menduar gjatë gjithë kësaj kohe, sepse vërtet sporti ka vite që ka kaluar, por gjithmonë e kujtoj atë njerëz si personin më të mirë, më të mrekullueshëm për atë çfarë bëri për sportin. Edhe gjithmonë ka menduar sikur përsëri të vazhdoja sportin, do zgjidhja po atë trajner. Ka shumë trajnera të mirë dhe sportista që janë legjendar, por për mua profesor Bodinaku ngele trajneri më i mirë. Për shkak se ai kishte një komunikim përsosur me njerëzit, ishte shumë i dashur, bënte shumë shaka, mbas stërvitjes ose para stërvitjes në një kohë caktuar, u mlidhem të gjithë sportistët bënin shumë shaka. Edhe gjithmonë e kujtoj atë si njëri dashamirës. Madje të gjithë sportistët, kolegët e tij e mbajnë mend si njëri shumë të dashur, por mbi të gjitha si një njeri me kulturë, me edukat, por si një sportist që kishte një teknik shumë të lartë. Ai kishte fatin e madh sepse është marrë dhe me cirk, ka qenë profesionist, nuk mund del koha për të thënë gjitha çfarë është jeta e tij, por për mua është jeta më e mrekullueshme për një trajner dhe për një njeri. Por na ka mësuar edhe një teknikë të shkëlqyer. Ishte shumë disiplinor në teknikën që na mësonte dhe na rrite çdo shikim, çdo sekondë na rrite ke koka, nuk na lejonte që të kalonim ngarkesat ose planin më shumë se ai e kishte caktuar, por gjithmonë na rrite kohën duke na këshilluar. Një intervistë brillante, një vlerësim po i tillë edhe i adit për ty. Kënaqësi është kur nxënësit flasin mirë për profesorin, kur kanë opinion të mirë, po edhe unë po të njëjtën opinion kam për ta, domethënë kanë qenë fëmijë të mirë që kur i kam marrë, tash kur i shoh kështu me thinja, duket çudi se u rritën, tash janë bë prindër, janë bë dhe gjyshër disa. Është kënaqësi që kemi qenë djerës për një brez që i kanë dhënë venit, kanë nejtë flamurin shqiptar kudo që kanë shku, dhe kanë vazhdu rrugën tonë. Kjo është kënaqësi edhe për trajnerët, edhe për mësuesët, edhe për prindit e tyre, edhe për vetë ato. Janë dhe disa emra tjerë, profesor, që ti ke nxjerrë, apo jo, Mirjana Kani, Ervin Nikola, edhe Mirjanin Loli, Çifmi. Edhe disa sportistë që kanë qenë kampion shumë të njohur. Po, kanë qenë. Fëmijë ai Perparin Feruni, i cili na ndjek vazhdimisht nga jashtë Shqipërisë. Perparin Feruni, një mjeshtër edhe një pedagog, profesor që e përshëndes djalë eduku edhe në këtë emision. Edhe Mirjani ka qenë një nga sportistët titular, si Pirodhima, si këto pamërzit se në 98-ën nuk kufizun sporti ke ne u shpërda. Çdo gjë po ka qenë një nga sportistët më të talentuar. Një djalë i shkëlqyeshëm, një djalë i humorit, kam shumë kujtime të bukura dhe me Mirjana Kanin, kam pas dhe më tepër miqësi, me që njifsha me Tjatin, me Mirjani, ka qenë dhe i shakas, i humorit, bëheshim gjatë stërvitjeve. Omash për Mirjana Kanin. Omash për... Edhe e kujtoj me dhimbje të madhe, po edhe me kënaqësi të madhe se kam shumë kujtime të mira për Mirjana Kanin. Ai, profesor, bëri dhe i gjë shumë të bukur. Bëri atë spektaklet sportist yje njerëz, ku ju keni qenë njëri nga protagonistët e mëdhenj atyre spektakleve, duke u nderuar edhe me trofe, duke u vlerësuar në një mbrëmje gala ku unë kam qenë prezent, por do t'i lutem regjist na gjej pikërisht atë insertin kur ju keni qenë atë mbrëmje, keni shkëlqyer dhe keni marrë dhe një trofe nga kolegu Dritan Shako Hoxha, i cili ka patur fatin t'ju lauroj atë mbrëmje. Le ta përcjellim së bashku dhe të rikthehemi për të folur për këto emocione. Bujar Bodinaku. Ftoj gazetarin Dritan Shako Hoxha të premioj pra Bodinakun. Qose profesor Bujari ishte larguar me një pikë pyetje nga klubi i Tiranës, paktën unë që jap të kupë, nuk kam asnjë pikë pyetje, duke i referuar faktit që ai që organizon këtë spektakël, të kujton këta emra të mëdhenj të sportit shqiptar, është shtangis, një nga emrat e mëdhenj të këtij sporti, Mirjana Kani, kështu që ai ka zgjedhur pikërisht Bodinakun dhe zgjedhja e tij ndoshta është më e mirë. Atëherë, Bodinaku që kur erdhe me eskort këtu.
Dhe ishte skort goxha e këndshme. Bruna me Gentin, që bën ato numrat dhe ju sollën këtu. Greqinë e ka bërë me një kampion bote. Tani, kë vend do marrësh përsipër? Me superfuqi do rregullojmë ndonjë gjë apo jo? Michel, folën shumë këtu për rritjet tona sportive. E më duket sikur po të vazhdojmë të flasim ne do mësojmë a doni më për Belulin. Jo, ne me fqinjtë e rregulluam muhabetin se ju kemi dhënë një kampion, Pirodhimin. Tani me amerikanët, me kinezët, me Ja lem Skënder Sallahu. Bujar Bodinaku. Sa më ka pëlqyer, ha? Më ka pëlqyer kjo, pra ne ta solla sot si surprizë. Shiko, Mirjana Krani ka pas talent edhe për të organizuar, edhe për teatr, për ka qenë njëri i jehtanshëm, si duhet ka marrë dhe nga jati. Edhe i organizohet këto aktivitete jashtëzakonisht mirë. Unë kam i pëlqet edhe humori dhe shakaja. Kishim një sportist nga Gjirokastra, zakonisht ne kur hashim mëngjesin klub Shamëndori, ne i pëshin edhe ne i gjotë thatë. Çokolata ne i gjotë, si masë. Mi për kuj me që ishte Gjirokastrit, i merte çokolatat edhe i merte i qotën shpi. Mi janë më thotë, mësit ja bëjmë mërbërë, këtë talim me në që I thoshe, po, merja të katra, kërë vim servitje, merja nga çanta, a i do vi tankohet ke unë. Kërë vi tankohet ke unë, na dhe këto 2.000 të futi jashtë. Sa rëj, sa fillim më gjvesh, o, pro që dhe më kënë vjetë qokolatat. Këta që bëmë, ku vjetë njëri, nuk vjetë njëri qokolatat, po se ke pa mirë në e duke, jo dhe mi kam bëha, shiko se mu mi mojnë këtu kanë sportista që si përfundim duke diskutu këshu, i them Mirjanin shko futja. Mirjanin shko I futi gjashtë, aty I thë, s'ka mundësi, ku e ke qonë? I ke merë qonë, bjerë këte pru qonë, fillëm të japë, dullë në gjetë qokolata. Po ti thë, shtu pas në shtu mërë burë, I ki pëlqet e humori. Mirë po pa tjetën e shkurtën edhe unë fatkeqësi më dhe unë nuk kom marrë pjesë edhe në ceremoni, nuk isha në Greki. Mirë po nuk kisha edhe dëshirë ta ndjosh atë dhimi atë. Ta shikoj atë moment. Atë moment nuk kisha dëshirë dhe prapë kur e kujtoj. Në nesën e ti, heshtjen e ti, një kampion që edhe me heshtjen e ti fletë sot, I përjetshëm me. Flasim pak për familjen tënde. Regjia do më ndihmoj me disa foto që kur je njohur me bashkëshortën. Si quhet? Lumë të ri. Lumë të ri. Siç është emri, ashtu ka qenë dhe jeta juaj, e lumtur me 2 fëmijë të mrekullueshëm. Ja. Si e pushtove zemën, si e vodhe zemën e kësaj vajze? Në fakt, kjo pat fillu me cirkun amator, si artista amator, aty u njoftëm. Pastaj kjo është fut me ju, fut në punën artistike, pa vazhdoja se më pëlqete si natyrë, tipi urtë, tipi dashur, edhe ke I pëlqete sportit. Kështu që u lidhëm, pa në I sakrifis të modhe. Se edhe unë isha la me të quni dhe kjo që nga pëlqete, e pëlqeshim një tjetën. Brenda llojit. Brenda llojit. E kuptoj. Edhe I pëlqete edhe arti akrobacizmi që ishte më për diçka. Bile kam pas dhe ca fotografi të lezesh, për duke u morë me akrobaci, po që duke të s'kam pas mundësime të I pruase shu. Kjo ishte ajo njoftja. Po, 2 yjet që ke? Pastaj u lidhem edhe bëm 2 fëmijë. Po, si quhen? Një djalë dhe I vajzë. Si quhen? Djali quhet Fatjon, vajza quhet Periana. Periana. Shumë bukur. Janë mirë me shnet, janë mirë me shkollë, me gjitha, e kemi kryu gjitha kushtet. Aqë sa kena pas mundësi. Ti kesh me jetë. Po edhe ato, ne e kanë shpërblim, fakt me sjelljen, me respektin e me... Unë arrita të lidhem vetëm me vajzën, me Perin, që dua ta falenderoj publikisht për dashamirësinë që tregoi, por dhe për një intervistë brillante, një video mesazh nga më të bukurit që ne kemi përjetuar në rrëfim kampionesh. Ta ndjekim Perin çfarë thot për babain e saj të shtrenjtë. Përshëndetje, unë jam Perian Bodinaku, jam vajza e Bujar Bodinakut. Nga parë, dua të falenderoj stafin e këtij emisioni të mrekullueshëm që më dha sot mundësinë të them 2 fjalë për babain tim. Është kënaqësi, privilegj po dhe përgjegjësi shumë e madhe të ish vajza e një kampioni. Me thënë drejtën, unë edhe sot e kam peng, që kam qenë shumë e vogël dhe nuk kam arritur dot të shikoj babain tim në shkallët e pallatit sportit, ku garonte, dilte kampiona po thyente rekorde. Por kam qenë shumë e madhe për të kujtuar dhe për të mbajtur mend në kohën kur ai ishte trajner, me sa për kushtim dashuri, punonte në ato kushtet vështira,
me të breza pa fund sportistësh dhe arriti t'i bëja ta kampion vendi Evropa apo dhe bote. Jam shumë krenare që jam vajza Bujar Budinaku, sepse ai për mua nuk ka qenë vetëm një baba, por ka qenë një mik, një vëlla, një shok, shumë i mirë në momentet e mia më të vështira. Dua t'i them edhe 2 fjalë si përfundim. T'i them që dua shumë dhe t'i jetoj vitet e pensionit siç i ka jetuar gjithmonë si një kampion i madh. Vatë dua shumë. Si janë vajzat, të bëri të përlodësh një kampion nga rastet e para që të shotë dorëzuar, se s'kam parë ndonjëherë dorëzuar Bujar Budinaku. Vajza ta kusi. Fëmija ke mbesa, ke këto. Je dhe gjysh, e? Po jam dhe gjysh. Edhe ajo është shumë e dashur, shumë e mirë, shumë e sjellshme. Tash jeta është e mirë kur njeriu i gëzon gjithë. Martesën e mbesat e niprat e unë kam pas fatin që i kam përjetu gjitha këto. Unë jam habitur që ti dhe vajza jote jeni bërë sebeb për të futur femrat në policinë shqiptare në 93-shin. E kam dëgjuar për herë të parë nga Skënder Doda, që do ta kemi në një video mesazh, është një personalitet, jo vetëm i policisë, por dhe i sportit, njëri që ka drejtuar dhe vazhdon të drejtojë shoqatën, organizatën e policisë, organizatën ndërkombëtare tashmë në organizatën ndërkombëtare të policisë, pra është edhe Shqipëria pjesë, dhe zoti Skënder Doda është pikërisht personi që e drejton këtë. Ka një video mesazh ku zbulon këtë sekret që sapo u tregova. Ta ndjekim. Dëfrim, është mirë që promovoni figura të tilla, të cilët kanë lënë gjurmë në historinë e sportit, të cirkut dhe të artit shqiptar. I tillë është edhe zoti Bujar, për cilin unë kam një konsiderat të veçantë, sepse është mbajtës i mjaft rekordeve në shtang, por edhe si figurë publike në cirkun e Tiranës, ashtu edhe si mësues i edukimit. Bujari në tërësinë e vetë është një kompleks i fuqisë, i forcës, i ekuilibrit, i balancës, edhe i shpirtit madh, sepse sportistët e kanë këtë natyrë. Dhe unë bëja shaka vazhdimisht, sepse i thoja që ti me këtë fuqi që ke dhe me këtë bazament ban një botë të tërë në krah, pa urzuar. Gjithashtu Bujar Budinaku është një prind shëmbullor, për cilin unë e vlerësoj sepse në vitin 1993, kur u krye detyrën e drejtorit të akademisë, ai vinte disa herë në akademi me bicikletë e gjithë malore e Saukut dhe suportonte fillimin e shkollës nga femrat, sepse vajza e tij Periana ngulte këmbë dhe është fakt që Bujari Periana u bën si thua indicje që filloi shkolla e policisë me femrat në vitin 1993 mendo, në vitin 1967 filluan femrat në ushtri dhe në 93 në polici. 32 vite më parë, pra e kemi nga ti aktivizimin e femrave në polici dhe nga vajza jote. Vajza kishte simpati, ishte mesatare në 10 në shkollë, në gjimnaz. Kishte dëshirë me u vesh, me bë shkollën e policisë. Mi me va që duhet të shkolla policisë, me këtë mesatare që kemë mund të futë shku do. Jo do të vazhdoj shkollën e policisë, edhe unë e kam dekë, s'kam lëmë vend pa shku. Edhe ke Sali Berisha kam shku, vetëm që të hapet Akademia e Policisë për femra. Edhe e realizova, janë ka femrat e para që kam marru Akademinë ushtarake të policisë. Një nga to është dhe vajza ime. Flasim pak për vlerësimet? Do të pa tjetër, do flasim. Kemi edhe foto që do në ndihmoj regjia, gjitha ato vlerësime, duke filluar nga mjeshtër sporti, mjeshtër i merituar sporti, nderi sportit shqiptar, krenaria e federatës, krenaria e federatës së peshkëngritjes, krenaria e cirkut shqiptar, krenaria e cirkut shqiptar, urdhra, medalje pafund që në kohën përpara na infrashi e shumë. Ajo është dekorimet e presidentit të dy sistemeve. Të dy sistemet, të dy presidentet më kanë dekoruar. Ja, vazhdojnë vlerësimet. Kjo është nga Bashkia e Qytetit Tiranës. Edhe Tirana, kryeqyteti, të gjitha pra neri i sportit shqiptar, që u dha nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit Vasokohe, ja dhe gjithë nderi federatës, gjithë titujt që ke marrë, Fisikëria e Tiranës nga shoqata e Tiranës, me njohje pa fund për një karrierë të pa fund. Ja dhe miqtë tu, miqtë e mi kur jam dekoru. Po, dalë në presidencë. Ja dhe yjet. Këtu e në yjet e sportit shqiptar, duke vëllu sa e bukur dhe që malë vogli kjo foto.
Shumë e bukur. Sharra, shumë sportista. Shumë medalje, shumë trofe, shumë tituj, shumë diploma, shumë flet lavdërimi për një jetë që foli me gjuhën e sportit. Unë të përgëzoj Bujar Bodinaku, ne po të rrim gjithë ditën edhe gjithë natën bashkë, ne nuk marojmë. Sepse ti ke një arsenal titujsh, arsenal karriere, fitoresh, rekordesh, por mendoj që edhe ky emision është një respekt dhe një titull në vete. Ne kemi një tradit. Kemi një tradit që në fund të emisionit vlerësojmë yllin që kemi në studio, yjet e sportit dhe legjendat që ne i kemi. Me shumë dashuri ta kam bërë këtë trofe në emër të emisionit Rrëfim Kampionësh, ti ke shumë atje në shtëpi, por mendoj që edhe ky titull ka vendin e vet. Të ngrimi të dy në këmbë, të ftoj të ngrimin në këmbë dhe ta dorëzoj këtë titull me shumë respekt për një figurë karizmatike të sportit shqiptar. Një njeri që gjithë jetën ja dedikoi disa sporteve, pra artit, cirkut, akrobacisë, gjimnastikës dhe peshngritjes ku dole disa herë kampioni Shqipërisë, ja dhe këtë trofe mirënjohje nga Rrëfim Kampionësh për Bujar Bodinakun. Edhe kjo vend është një kujtim shumë i bukur. Ta gëzosh Bujar Bodinaku. Rosh, faleminderit shumë. Dhe të uroj jetën e gjatë. Faleminderit. Uroj që të kesh të tjera vlerësime në jetën tënde, uroj pensionin e posaçëm ta kesh, sepse është një lloj satisfaksioni që ju keni nevojë tani. Keni nevojë sidomos tani në këtë moshë dhe në këtë moment. Sa vjeç je, mos ta e ke sekret apo ta them? Shumë shpejt, mush 18. Mirupafshim në 80 vjetorin e Bujar Bodinakut, por dhe uroj dhe lut Zotin të festojmë 100 vjetorin tënd. Jo, janë shumë ata. Të ndërruar miq, kemi ardhur në fund të këtij emisioni që iku pa u kuptuar. Faleminderit Bujar Bodinaku që ishe sot këtu, një legjend në shumë sporte. Faleminderit gjithë stafit që ne realizojmë këtë emision. Faleminderit në fundit ekranit kampion, Radio Televizionit Shqiptar, që na jep mundësinë për të promovuar kampion të mëdhej të tillë si Bujar Bodinaku. Javën tjetër, një tjetër kampion.